nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një man. Sonte do të denoncojmë dy raportime shumë serioze të cilat i kemi pranuar në platformën tonë të raportimit të korrupsionit. Denoncimi i parë lidhet me një tragjedi e cila ka ndodhur në burgun e Gjilanit, e ku ka vdekur një 32 vjeçar, ndërsa denoncimi i dytë na shpërfaq një skemë shumë të strukturuar, shumë të dyshimt të zhvatjes së pacientëve të cilët kur janë në nevojë obligohen të paguajnë për llogaritë barnatoreve private. Kolegu Valon Fana ka udhëtuar në rajonin e Pejës për me hulumtu një denoncim për një skemë që e para, porosit e dyta furnizon me çmime të shtrenjta barnat. Por t'i kthehemi denoncimit fillestar. Kastriot Sabedini ishte vetëm 32 vjeçar kur vdiq në hapësirat e burgut të Gjilanit. Brenda vitit dëgjojmë në disa raste që të burgosurit vdesin në burg. Vdekja është proces natyror dhe kjo mund të ndodhë edhe kur je në vuajtje të dënimit. Por në rastin e Kastriotit kemi një histori tjetër. Ai vdiq në burgun e Gjilanit, ndërsa për rreth 2 vite shkaktarët e vdekjes së tij janë enigme një analizë e cila ende nuk ka përfunduar. Kur një person është në mbikëqyrje të një institucioni, në këtë rast shërbimit korrektues të Kosovës, përgjegjësia e shtetit është sigurimi i mirëqenies dhe jetës. Për familjen ku një i afërm vdes në duart e shtetit, përgjigja duhet të ishte shumë e shpejtë, por në rastin e Kastriotit, pritja është shumë e gjatë. Fatkeqësisht, prokuroria e cila është duke e hetuar rastin pothuajse ka ngrit flamurin e dorëzimit për shkak se autoritetet e Ministrisë së Drejtësisë nuk po arrin të sigurojnë që njëra prej të dhënave kryesore në këtë rast, që është një analizë mjekoligjore, të kryhet sipas standardeve. Këta e kam pru hasër ti motra jeme. Ja jeme, natën e kam pru në 12 natës. Pak pa dek e kam pru aty, kishe dhe me burg ka dek. Burg, a i kur o koni smut, a do të me dek në spital, a do të burg. A do të në spital kur o koni smut. A ju ka vet, a ju ka tregu na i kush na i harë? Cila u kon arsyeja pse djali ju ka vdek? A ju kanë kallëzu, çka ka pas djali? Hiç, kur gjo. Nuk diqmi, na u befasum, u abetëm të dytë kjo dhe unë u abetëm zdiqmi ka me shku ku me ase. Gjykata e Felizajt me vendimin e 24 qershorit të vitit 2024 kishte urdhëruar që Kastriot Sabedini të qëndronte në masën e paraburgimit. Kur në mbrojtjen e shtetit një person vdes, hetimi për shkaktarët e vdekjes duhet të jetë i shpejtë. Kastrioti, një i paraburgosur me dyshimet për dhunë në familje, ishte vendosur në mbikëqyrjen e shtetit prej 22 qershorit 2024. Tani ndjeri fillimisht ishte arrestuar nga policia e pas 48 orëve me vendim të gjykatës në Ferizaj u dërgua në paraburgim. Vendimi i gjykatësit në çështjen ndaj Kastriotit ishte që ai të trajtohej në spitalin e psikiatrisë në Prishtinë. Por, vendimi kishte një fusnot apo pasues shumë konfuz. Vendimi shkruante se nëse nuk ka vend në psikiatri, paraburgosuri mund të dërgohej në ndonjërin prej qendrave të paraburgimit. Në rastin e Kastriotit, kjo do të ishte fatale. Transferi nga spitali në burgun e Gjilanit do rezultonte me vdekjen e tij. Sipas procedurave, një ekip forensik do grumbulloj pak minuta pasi shërbimi korrektues do njoftonte se një person ishte pa shenja jete. Por përgjigja për shkaktarët e vdekjes ende nuk është zbardhur. Se arrestun policia djalin? Shka këti diçka o rokën këtë për një këtë dvogël pasi, me vllavin e madhe dhe kanin fjole dhe për qëtak. O konë dite premte, non tha keni diçka, thash, ka bebir. Pa prit pa kujtu. Tha, tish nështë djali that ka dek edhe mu vllavi. Unë s'kom ditë së kur me mra renja, pia bimit o abita nuk disë nash,
Thash djali ta jetu fola ondara, është gondër e ki. Jo, tha non, tha, bash e kom seriozisht për një me, na i mrun, tha më thërën, tha pi spitalit, tha, vllavit ka dik. Tha u çudita. A e din zonja Marie sot, 2 vjet mas rastit, qysht ka vdek djali, prej çka ka dek djali? A e din? A të kanë kallëzu? Kur të s'u kanë kallëzu? As kena dit ka me shku, mja mojt qa që jo betëm, që ti bane sa syni pitina që ky nuk shah, mu ka qërru. Unë e të kaj të mërziten, edhe këmë thonë gjithë, o zot ti mi ki falë, po në koft pi njerit, gjevap mos mujtë me më dhonë. Po në koft pi zotit, faliminirës, zotit mi ka falë, zotin e ka morë. Amo kjo, pi njerit, mu djali ondër më ka diftu. Më ka thonë, oj non, tha, qërë sa shka po thëmë, mos u mërzit tha për mu, se unë e mirë jam për. Mu ma kanë dhonë, tha, një injekcion, qatë injekcion si ma kanë dhonë, unë mo nuk kom ditë, tha, ku jam. Nuk kom ditë, kejtë, tha, mu ka përzi busolla, s'kom ditë, tha, shka me bo, shka me maru, s'kom ditë, tha, mu pi, tha, vedia kejtë. A ka bo probleme djali kështu? Ja, s'ka bo probleme. Ja, këtu në shpis në ka bo probleme, as me konë nuk o ngutë. Shkoj kënë sharë, sharrit ke drunë, shka me sharrit. Aj mu koni smutë, nuk mu 1 metër për me sharrit. Aj sharrit ke ka 15 metra i shtiken ma qinë. Qka ka punu djali? Në sharë. Valla sharë ka punu. Shkoj ke qeke drunë sharrit ke. Ka 10 metra, 15 sharrit ke. Edhe i pruke poret këto, vetë ke mu non, shka do të me ble non. Qe poret, shko blejtë këti. Ja, i mu kona shtut, nuk ish dit bre, nuk ish mujt mi qitë, sot ja i smutet jo psikopat, 1 metër së në qëtë, 1 metër dhënë së në qëtë. A ku aj me 10-15 metra, kur ardhë ke keti njerëst, i pikshin njerëst. Qfar probleme ka pas shëndetësore? Jo, o kona se kena shku e kena marë, e kena qunë spital me shnosh, e mirë pro, kur o koni smut e kanë qunë spital, po për shka për zdyti e këthynë aty në burg, a do të me dek në burg, a do të me dek në spital? Ha? Që ta është që të përgjigjë? A ju kanë kallëzu? S'ka kallëzu? Hiç s'kanë kallëzu. Jo, s'ka lesfarë. Hiç, veç kanë thonë burg, ka dek hajt. Po te kur e ki morë ti pi atyt, e ki qunë spital, do të spital me dek, a jo në burg. E kur ke që ashtut, pse e morë ti pi burget nuk e lo në burg? Me dek. E të një më thanej, dek e ki morë e ki qunë spital, me thonë njerë, bëlla, burg ka dik. E në burg s'ka dik. Në burg s'ka dik djali. Unë drejtësi e du, djali në burg s'ka dik. Unë du veç drejtësi për a djali. Me ditë kur gjë tjetër nuk po lipi. Veç drejtësin, po du. Ka vdek i ri? I ri ka dik djali 32 vjetë, pa thonë kur ofë që tu, po mbam, ofë që tu. Rrëfimi nënës së Kastriotit ishte se ngjarja ishte një konflikt në familje që kërkonte ndihmën e shtetit. Këto deklarata e kishin bindur edhe gjykatën që i pandehuri kishte nevojë për trajtim psikiatrik. Ja çfarë shkruhet në dosjen e gjykatës. Ndalimi në Institutin e Forenzikës Psikiatrike të QKUK-s bëhet me qëllim të ekzaminimit psikiatrik dhe konstatimit, observimit të natyrës, llojit, shkallës dhe kozgjatjes së sëmundjes mendore, ndikimin që ka pasur gjendja mendore e tij, si dhe fakti se a ka mundur i pandehuri që të kuptojë veprimet e tij në kohën e kryerjes së veprës penale me 22 qershor 2024 dhe është i aftë i pandehuri për ta mbrojtur veten, për të konsultuar me persona të tjerë dhe me mbrojtësin e tij, aftësinë për ta kuptuar akuzën dhe është i aftë për ta përballur gjykimin. Kur e ka marrë, pse e ka prungat në burgajt? Pse e ka prungat në burg, pra? Kush e ka thonë me shku me marrë në burg, pra? A o qështu? Ka silë në fajtura, ma, pse zguduj, kush me folë, zguduj. A o pa djale të kësë unë veç drejtë ku me folë. Gjithë konë në fajtura është. A ne po të ka të drejtë. Kur e ka marrë, e ka dash mi dalë skajt, pra. Edhe me rathira dhe neve, me thonë gjali smute, me pohe, a o qështu? Gjali o gati me dik. Kur nuk ju kanë lajmëru? Jo, mërëve shkur në kanë thonë është i dek. Trajtimi i Kastriotit i ishte besuar shërbimit korrektues të Kosovës me konstatimin se ai kishte një sëmundje mendore. Të jemi të qartë, shërbimi korrektues i Kosovës menaxhohet nga Ministria e Drejtësisë. Të dhënat nga dosja e tij tregojnë se pas vendimit të gjykatës së Ferizajt, Kastriot Sabedini ishte dërguar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike me 24 qershor 2024. Por nuk ishte pranuar,
për shkak të mungesës së vendeve të lira. A ishte dërguar në institut sërish pas 11 ditësh, më saktësisht me 5 korrekt të vitit 2024 dhe në bazë të një dokumenti që ka arrit me siguru kallëzo për një me, thuhet se kishte qëndru deri me 17 korrekt 2024, ndërsa fletërshimi ishte dorëzuar me 18 korrekt në shërbimin korrektues të Kosovës. Vetëm 8 orë pasi ishte pranuar në qendrën e paraburgimit në Gjilan, Kastriot Sabedini ishte gjetë i shtrirë në qelinë e tij dhe pa shenja jete. Dosja në të cilën na kemi pas qasje tregon se ai mori trajtim mjekësor në burg dhe vdiq vetëm pak orë më pas. Dokumentet që ka arrit me i siguru kallëzo.com tregojnë që pas pranimit të Kastriot Sabedinit në burgun e Gjilanit, një ekip mjekësor i dha terapinë e tij. Në bazë të dokumentit thuhet se me datë 18 korrekt 2024, në orën 16:10, shihet viktima i shoqëruar nga një zyrtar korrektuese kur dërgohet në zyrën e pranimit. Në ora 16:32, shihen pamjet kur zyrtari korrektues e fut në qeli të ndjerin Kastriot Sabedini, ndërsa dera e qelisë mbyllet nga zyrtari korrektues në ora 16:35. Në ora 17:23 fillon shpërndarja e ushqimit dhe përfundon në orën 17:28. Në ora 17:43 fillon marrja e pjatave të ushqimit. Në ora 18:15 shihet zyrtari korrektues kur shkon te qelia të ndjerit dhe nga dritarja e derës së qelisë së bashku me 2 kolegë të tjerë e kontrollojnë me shikim qelinë të ndjerit. Në ora 19:50 shihet zyrtari korrektues kur bën kontrollin me shikim të dhomave të burgosurve. Në ora 20:20 shihen pamjet kur teknika medicinale e shoqëruar nga një oficer korrektues shpërndajnë terapinë mjekësore për të burgosurit. Me datë 19 korrekt 2024, në ora 24:02 fillon kontrolli i dhomave qelive nga ana e zyrtarit korrektues. Pastaj, në ora 24:08 shihen 2 zyrtar korrektues që shikojnë për dritaret të dhomës, ndërsa në orën 24:08 shihen 2 zyrtar korrektues kur hyjnë brenda qelisë, ndërsa në orën 24:10 shihen kur vije edhe hyjnë në dhomë edhe teknikja medicinale. Por cili ishte alarmi para se ngjarja fatale të ndodhte. Edhe pse pa gjurmueshme në dokumente, Kastrioti ishte takuar me nënën e tij. Gjatë kohës sa u kona i burg, edhe në institut, a ju ka ra me takua, keni pas drejt me vizitu djalin? Une kom shku e kom po. Mu ma ka dhënë lenë edhe kom shku e kom po djalin, edhe si sa dhe dim sa kur shkova, sa kur më po, ja nisi me kajt. Edhe mi marrë ke durt, mi puske, oj, non vetë kom trishtu ty, se unë atin pi zemrës, pi tensionit, tash edhe sheqeri mu ka lejmru, oj, non bre më bëna lallë se ty të kom trishtu, oj, nona jeme bre, po ta faj bre non, tash ju bre birë jem, s'ke pas faj pik foje, ti ke hi për pik don, foj, pa faj, thash. Ti s'ke pas absolut faj. E baba thash ka posat për mu, thash edhe baba thash për ty s'po full keq, edhe baba thash o të mërzit për ty shumë. Jo, tha mu më kanë thonë, tha që baba jo ty o të ka lajmru, edhe ka bo ankesa ty që ti fajtor, thash ja. Kusht ka thonë, thash ka rrejtë se une thash me babën tanë. A i ketë thash ka full, ketë mu më kalzën. Edhe jo, thash aje o të mërzit ndesh me ditë si une. A i shkon mirë në gjendje? Po, mirë i shkon, mirë, folke. Tash tha, mune pi thamë, tash qëre Kastriot, tash ko morë me të por nona. Oj, non, tha, unë tha, më skujta tha që, shka po më zënë, tha, po më zënë, tha, mu qatë që tha, krejtë tha, budalla, jo be djali jem, thash, pa atë ka ra në Armen, tha, shumë mirë, ti që që të më thonë, ka ra, tha, në Armen, tha, kum pas mi thonë, lavi jem me më falë, unë fajtor, falëm se mo kur nuk bëj qështët. Sa ditë për para se me deke këta ku djalin atë kujtohet? Kom shku, djali, qështu më si ka bo 2 javë. E ka bo 8 ditë a 2 javë, që ta bashkëmirë se di, kom shku. Edhe... A ke në spital a në burg? Në burg. Pa e ta ka këthy, kështë burg me thonë ka tjekën. Dymë tonë, po më gardian që më ka thonë, po ka thëllë unë që jam kur aty. Gardian thanë, ka pru, ka 12 natër dhe ka pru. Mas 1 orë, fa vetë je kam pru. Mas vetë 1 orë ka shkoj, ka këshu policia, sa kështë dhekë. Qëka të kanë thonë ata? Ka dhekë për veti, ata. Kështë ka dhekë për veti, po se me dhekën në burg, se se kanë me, mos me shku me mora ata heq.
Disa ditë pas këtij takimi, Kastrioti gjendet i vdekur në qelin e tij në Gjilan. Rrethanat ende vazhdojnë të jenë të paqarta 2 vite pas kësaj ngjarje. Ai pisim ka dal gjallë ndul pi shtëpis i dekt merr. Si më ka dal, thonë gjinja, inshallah ta lekon më najret. Ja, mor këtë shtëpis më ka dhënë. Instituti po thotë që nuk punon laboratore. Po, Për shkak që asaj nuk ka pas raport autopsisë. pa deri kur do të punojnë, që 2 vjetë u. Me 19 korrekt, i ban 2 vjetë joli. Që deri kur do të punojnë. Kush ju ka thonë atë në me shku me varë të burke? S'ka pasit me shku me morrit. Kastrioti sipas procedurave ishte paraburgosur për shkak të dhunës në familje. Në fakt, dyshimeve për dhunë në familje. E sot familja e tij kërkon përgjegjësi për shkak që djali i tyre vdiq në duart e shtetit. Rrethanat problematike në këtë rast lidhen me vendimin për dërgimin e tij në spitalin e Prishtinës apo në paraburgim. Kemi kërkuar informacione prej gjykatës së Ferizajt nëse ata kanë qenë të njoftuar se i paraburgosuri i tyre do rrugtonte nga Prishtina në Gjilan. Në 17 korrik 2024 përmes emailit zyrtar nga IPFK nga doktoresha Valbone Blakaj Ramadani, gjyqtari i procedurës paraprake është njoftuar se ekspertiza psikiatrike për të pandehurin Kastriot Sapedini është gati dhe raporti është dorëzuar në zyrën e administratës së Institutit të Psikiatrisë Forenzike. Ndërsa gjyqtari i procedurës paraprake nuk ka pranuar asnjë njoftim që i pandehuri Kastriot Sapedini të jetë liruar nga Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës apo të jetë transferuar nga IPFK në ndonjë qendër të paraburgimit. Këtë muaj, bën 2 vite prej kur Kastriot Sapedini ka vdekur, ndërsa deri më sot askush nuk e di shkakun e vdekjes. Sipas procedurave ligjore, trupi i tij ishte dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për të përmbushur procesin që të gjithë e njohim si autopsi. Por 2 vite më pas, raporti mjeko-ligjorëve në këtë rast nuk është përmbushur. Në prokurorinë e Gjilanit thonë se janë të pafuqishëm për të ndërhyrë tek profesionistët e mjekësisë ligjore që ky raport të jetë i përfunduar. Deri sot, çka ka bo prokuroria në lidhje me këtë rast dhe a është zbulu, sepse pala ka vdek brenda qendrës, po ende nuk ka diçka se çka e ka shty ose çka e ka shkaktuar vdekjen. Po, kjo është e vërtetë që apo pyetni, me datën 19/7/2024, Prokuroria Themelore në Gjilan është njoftuar nga Policia e Kosovës se në qendrën e paraburgimit në fshatin Pasjak një person është gjetur në dhomat e qendrës paraburgimit është gjetur pa shenja jete. Prokuroria ka ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme, me datën 19 e kalquar dhe urdhëresën për kryerjen e autopsisë. Mirë po deri me tani nuk kemi pranuar raportin e autopsisë, edhe për kundër faktit se kjo prokurori me datën 30/10/2024 me 17/12/2024 dhe me datën 3/2/2025 i është drejtuar IML-s me urgjencë për kryerjen e kësaj autopsie. Mirë po deri me tani Prokuroria Themelore në Gjilan nuk e ka pranuar një raport tillë. Të më thoni mbo gati 2 vjet prej kur pala ka vdek dhe prokuroria ende nuk e din shkakun e vdekjes. Jo, ende nuk e dim, pa e pranuar raportin e autopsisë, ku aty përcaktohet shkaku i vdekjes së këtij personi. A ka i më lënë ndonjë përgjigje në lidhje me këto urgjenca kërkesa që i ka lidhur me këtë rast, nuk kemi pranuar ndonjë përgjigje, mirë po për raste tjera kemi pranuar përgjigje ku na kanë njoftuar se për shkak se që është jashtë funksionit IML-ja, laboratori i toksikologjisë me serologji nuk kemi pranuar raporte tjera të autopsisë, po edhe për lëndë tjera. Do me thonë, nuk është rasti vetëm cilin e ka Prokuroria e Gjilanit në lidhje me mungesën e raporteve? Jo, nuk është rasti vetëm, kemi edhe disa raste. Unë si prokuror kam disa raste tjera që jemi në pritje të raporteve të autopsisë, po edhe prokurorë tjerë të kësaj prokurorie janë në pritje të raporteve të autopsisë. Mirë po, që nga viti 2023 nuk kemi pranuar ndonjë raport të autopsisë për lëndë të këtyre natyrave ku janë personat që kanë vdekje dyshimtase që i quajmë na. Çka shkaktojnë këto prokuror, këto vënisa, po edhe mungesa raporteve të autopsisë? Mungesa e këtyre raporteve domosdoshmë shkakton në vonesën e trajtimit të rasteve. Po krijon edhe një pakënaqësi të palët,
Për shembull se kemi shumë shpesh palë që vinë për me vetë, më interesu shkakun e vdekjes së anëtarëve të familjarëve të tyre. Domethënë ne nuk po kemi edhe përgjigje që kam dhënë përveç se janë këto raporte që vanohen prej IML-s, ata po dalin të pakënaqur me këto veprime, sidomos ndaj prokurorisë, edhe pse nuk është një kompetencë e prokurorisë për me ndërhy në IML. E vetmja mundësi është e junja që na me shkresë që drejtohemi IML-s për t'i përfundu këto raporte sa më shpejt. Shikues të nderuar, rrethana dhe shkaktarët e vdekjes së Kastriotit ende nuk janë zbarë dhe Instituti Mjekësisë Ligjore, edhe pse ka pranuar pyetje nga ekipi ynë, nuk ka dhënë përgjigje pse ky rast nuk është trajtuar me prioritet. Pa përgjigje në interesimin ton kanë qenë edhe klinika e psikiatrisë në ÇKUK, të cilët nuk kanë pranuar me dhënë ndonjë sqarim në lidhje me këtë situatë. Shikues të nderuar, ishte ky denoncimi i familjes së Kastriot Sabedinit, të cilët për 2 vite nuk kanë marrë përgjigje nga institucionet për shkaktarët e vdekjes së familjarit të tyre. E tani, kolegu Valion Fana ka ndjekur një denoncim tjetër në rajonin e 5, të cilën po ju ftoj me ndjek tani. Shikues të nderuar, në kallxo.com po pranojmë në vazhdimsi shqetësime, të cilat ngrisin dyshime se paaftësia e shtetit për të siguruar pajisje për sallat e operacioneve kirurgjike krijon mundësi së pari për favorizime dhe së dyti për rritje të çmimeve. Sot do të rrugtojmë për NPI, për të gjërmuar një denoncim shumë serioz të një familje në nevojë. Një i moshuar nga kjo zonë ishte para por të futej në operacion në spitalin e Pejës. Operacioni kirurgjik ishte para por të ishte një ndërhyrje në prostatën e të moshuarit. Të gjitha kontrollet para operacionit ishin në rregull dhe familja nuk ishte paralajmëruar deri pak minuta para operacionit se duhej të bënte një investim bukur serioz për të siguruar mbarvajtjen e operacionit. Kur të gjitha kontrollat ishin përfunduar dhe pacienti ishte afër për të futur në sallën e operimit, familja mori një mesazh të shkruar në letër. Aty ishte shkruar një listë me pajisje medicinale, të cilat, sipas punëtorëve, mungonin në spitalin e Pejës. Letra, e cila është shkruar me dorë e cila nuk ka një logo të institucionit, i rekomandon familjes, pra edhe pacientit, që disa minuta para operacionit të prostatës, një preoperacioneve të rëndësishme në fushën e urologjisë, të shkojnë në një banatore specifike dhe të blejnë disa ilaçe të cilat, para se të përcaktojë ekipi e operimit, nuk ishte konstatuar se nuk ekzistojnë në spitalin e Pejës. Pra shikues të nderuar, në situatën të cilën jemi duke e trajtuar, spitali ishte gati, ishte caktuar doktori që do të kryente intervenimin, ishte caktuar anesteziologu, ishin caktuar stafi infermierëve, ishte caktuar stafi teknik, madje edhe salla e operacionit. Të gjitha këto ishin caktuar paraprakisht, pa i dhënë familjes një lajm. Spitali nuk e kishte një furnizim esencial, pa të cilin nuk mund të kryej operacioni. Sipas asaj që shkruat në historikun e pacientit, ndërhyrja nuk mund të ndodhte pa i pasur në sallën e operacionit disa pajisje mjekësore, të cilat janë të domosdoshme për këtë operacion. Këto pajisje janë elektroda dhe pajisje mjekësore, pa të cilat operacioni nuk mund të zhvillohej. Në interpretimet që kemi marrë, të pakte njëra nga këto materiale përdoret për ndërprerjen e gjakderdhjes gjatë dhe pas operacionit. Pra, të jemi të qartë, një operacion i tërë në trupin e njeriut në spitalin e Pejës ishte planifikuar pa pasur një furnizim produkte që dalon gjakderdhjen. Të jemi edhe më të qartë, shikues të nderuar, edhe përkundër kërkesave, ekipi ynë nuk ka mri që duke përdor rrugët zyrtare të konfirmoj nëse produkti ndodhej në stoqe apo është pjesë e produkteve që do duhet të ishte në sallat e operacionit. Por, çka mund të faktojmë është një histori shumë shqetësuese për pacientët. Ata udhëzohen që këto produkte të i blejnë në një banatore specifike në zonën e Pejës. Unë dhe ekipi kemi dëgjuar shumë më shumë prej familjes, por për shkak se ata friksohen që do të kenë pasoja prej denoncimit të tyre,
po i transmetojnë vetëm disa pjesë të vuajtjeve të tyre në minutët e para, kur ata u njoftuan se familjari i tyre është para operimit dhe ata duhet të shkojnë në një barnatore të qytetit të tyre për të blerë disa produkte që mungonin në spital. Burri o shkupi prestate, mu bo operacion, e ja dhanë të shi në recept, ato letër, ja dhanë për më shku mi ble që ato mjetë, që ka duhen, tashti që ka ju duhen mjekve, atëre unë shkuva mi marsh. Për 5 minuta, 10 minuta, këto hinë salë, më shku mi ble. Me na i pa dhonë djedhë, për shemë dhe djedhë par djedhë, unë isha shku dikaj, kisha morë pak ma lirë në shta. Atëre të shi shkuva i morë, thasha, a keni, thash qështu, qëtu, komplet, thash, me dhonë, thash, edhe sa kushtojnë. Atëre tha, vëlla 550 euro kushtojnë. Ku e ka pa krytë në dorë, thash, qyshat shtrejt, atëre tha, unë të shi, thasha, a bën pak ma lirë, qështu i thash vallaj, a bën pak ma lirë, jo zgudzojmë, hajt, thash, shpepi ma që ka me po, që ato pare të si kena pasë në shpe, që ato, i blim 550 euro. Si kena rujt për shpi, qështu për drunë, për qështu, si kur për një familje, si duhen pare. O dost, jo bre, po dikush nuk ka buk me hangër, edhe na vetën e këllalion këtë. Kjo është një recet që familja e ka pranuar. Është një copë letër e shkruar në të bardhë dhe shumë pak e besueshme për secilin gazetar. Për këtë arsye, kanë vendosur mos me i besu rrëfimit të familjes dhe me verifiku nëse kjo copë letër është një dokument. E para, që munde me ble ilaçe dhe e dyta, a është një recet që e shkruan një mjek. Kam vendosur së pari me e pyet njërin prej urologëve të PES që punon në spital. Nuk kam brit me vërtetu që kjo është shkrimi i tij, por të pakten e kam ballafaquar me recetën. Që na ka thonë doktori? Qëto, më kam thonë, është shkrimi juja, po që e keni bo që të farë recete. Po që shtu është me gjithë të? S'po ka, kena qyre dhe... E dhe pacientë dhe flasë. E dëgjon, doktor, këtu në spital nuk janë, a? Qëto pa isi? Nuk më konë, nuk u dzej një shkru në aty. E qëto pse i rekomandoni me shku të kjo barnatoria? E po të shtej, rekomandojnë nga është pjesë jam, që të më shku me blenë. Mos dojnë që se blenë, e shëzjeni, që me bu? Qa po me bu? A vetëm të kjo barnatoria së më në Kitja? Jo, unë po ju pës. A i blej, ku do dikun tjetër blej? Që i bin pajisis tonë? Qa më thonë tjetër? Po, se këtu ishin shumë ashtrejt, për që ata. Blej, ku do që i bin pajisis tonë? Qa më thonë? A është në regull, dhe se realisht, une jam edhe gazetar me profesion e ju marrë një pyt, a është në regull me bo që të rekomandin. A është kjo mas por e recet e regull. Shko të bëjmë recet kjo heq? Kur s'ka pajisi, këtu që ka me bome? Kur si ka spital? Qa ku me, a du me dojnë pilkurën? Po, për që ata edhe më ju pyt, në vazhdim si kana, po qa është puna, është problem... Pytim dhe të mi. Nëse ka pajisi këtë, unë nuk janë shkoj. Qush me janë shkoj? A pe kupën që bëda? Po, kuptoj. Po, kjo është në regull, kjo është standard që e bani zakonisht. Që është standard që e bani zakonisht? I thoni pacientëve shko të që ke barnatore mund e... Shko më në ku dush blej? Kur unë jam paraqit si familjar, doktori më ka treguar se pajiset nuk janë në spital. Ai nuk ma ka konfirmu 100% që kjo është shkrimi i tij, por ma ka konfirmu që këto produkte nuk janë në spital. Kom dasht me pyet se pse kjo pajisje nuk është në spitalin e PES, por të gjithë më kanë orientuar që këto pyetje, shumë të rënda për spitalin, duhet me i bë vetëm përmes emailit. Alo, përshëndetje, zotnia Hasani, si jeni? Jam Valon Fona, për ju thiri nga kallza.com. Zotnia Hasani, jam duke trajtu një temë e cila lidhet me disa pajisje që pacientët po i blejnë në barnatore private për operim të prostatës. Na jemi në pej të spitalit, deshtë me orë nzyre me diskutu rreth tyne pajisjeve. Po, a mundemi me u taku edhe me bashkëbisedu që të halë? Oke, sa i përket, po ka të lashe me këtu pajisjet për operim të prostatës?
Pra, për një çështje kaq të thjeshtë dhe kaq sensitive, spitalit i duhet me i shkru email. Pra email të lektëruar që duhet fillimisht me kërku qasje, meratim e pastaj edhe konfirmim. Kjo është kur gazetari pyet a ka spitali pajisje për me bo një operacion. A kur familja shkon, ata marrin një copë letër, si kjo që e kam në dorë, e ku shkruhet qartë: shko blej barnat në barnatore të Begallëve. Pra, nuk ka email, nuk ka vull, por vetëm listë dhe udhëzim të qartë. Po jo këni shkru, Begallë. Ku me shku, shkoj së tu. Që ka që? Ju së njeni këta, s'keni na i thonë. Së gjithë kesh. Marino, faleminderit. E tash shikues të nderuar, pas e kemi rekomandim, kam dosht me verifiku deri në fund. Për mua, dilema e por ka qenë, a i ka ble familja Barnat dhe pajisjet të Begallët dhe a ka qenë ashtu çmimi siç na kanë thonë. Kam vendos me i sfidu familjen. Ata na kanë thonë që kanë kushtu 550 euro, nuk ju kam besu dhe ju kam kërku me shku të Begallët me lyp kuponin fiskal. Si pas ligjit, barnatoria ishtë dasht me lëshu kuponin në momentin kur e ka marrë parat, por në filmimin ton, ata e lëshojnë kuponin vetëm me një paraqitje të thjeshtë. Mirë dita. Përshëndetje. Që të më brejnë? Po, tregova. Kena marrë në qëto. Por, që kjo edhe që kjo. Po jo, një Te kena munges. po kena marrë në këto. Që? Po veç ato kuponin fiskal. Si pa tonë Ok, kur i keni marrë sa ta? jo e kena marrë Që një avdit. të martën. Të martën. Se 550 euro i kom pagu që do. Po jo, s'na ke jep, dhe më thonë para, se ta nëse këtheni, Nuk pirshojmë. Ah, Që që ka bova kje kena lëshu, na qysh kena marrë su jetu 500 euro mandena për pikthejnë, ade. Kështu që pelojmë, nëse pi përdorim, po ta burrin shumë të lekë, s'mund të pa ta burrin shumë. po, Okej, po... Që pe këshyri, qa... Qa ki marrë qëto krejt. që to komplet e kom marrë. Që sajna e kena lëshu, dhe me thonë, na i kena lëshu këtë kupon krejt, tashte. Në pas dit me ta rujt, tashte e kam minos, po se s'kam më qasë. Jo nere s'na ke lëshu. Jo na e kem shu, Aha. në ditës të ne, se na dhëtë mi pëdojt, ja, Okej. kuptan. Da më dhanë qëto jo, na? Që aty e ki krejt. Në regula? Kam dete. Ditën e mirë. Begallët lëshojnë kupon fiskal disa ditë pasi i kanë marrë parat, që është në kundërshtim me ligjin. Kam dasht me verifiku edhe vetë nëse ata e shesin me këto çmime këto pajisje. Me recetën në dorë i kam shkuar tek barnatoria. Punëtorja mi ka dhënë çmimet pothuajse të njëjta. E një dorë, që të përbëna vyna e keni edhe të mbu. Pajisje për prostat, prese, inspiron edhe kateter. A po vishë po shpojnë? Qëto dyja që kena, e ato infuzionet që në përndoja, qëto ato në që kena. Jo, a? Ja, Komuna me gjithë ato. Sa po shtojnë? që kjo, prerse, ne edhe dë, prerse që kjo është. Nishe, dyshe, që kjo është e fundit, e që të dyten Në nuk fëzbora? faten ata me përësi. Që t'ju A po primore. vishë shtu që... Çfarë prodhimi? Qëto bëjnë 450 euro, edhe që kjo kushton nuk të të diçka. Çfarë prodhimi është? Nuk vjeq. Çka ka qenë rrëdhela? A ka ma lirë dikun kësajna? Vallazdia kanë. Ose. Shyre te. Kjo është 26 e gjys. Të e përsa rruva? 476, pasha të ditë. Total sa për na bëhat me ditë veç pak a shumë na? 548 e ta. 550. Me këtë recet, kam këshyr edhe në disa barnatore të tjera se sa kushtojnë këto pajisje. Unë nuk jetoj në pej, por në pej i kam pas loks 30 minuta me bë një research,
apo një kërkim prej banatores në banatore se ku mundesh me i gjeti ilaçet. T'jemi të qartë, familja nuk i ka pas 30 minuta me bën një studim të tregut. Ata kanë pas udhëzim të shkruar, shko dhe ble ilaçet. Në njërën prej barnatoreve të PE-s e kam takuar një zonjë, e cila, kur e ka pa recetën, më ka dhënë një çmim i cili dallon për hiç më pak se 200 euro për të njëjtat pajisje. Kjo zonjë ka pranuar me i shit të njëjtat furnizime për të paktën 200 euro më lirë, teksa sa barnatoria që familjes ju ishte rekomanduar. Bashkë i vetë të në magazinë ka. Po, shkolli. Ishte në kanë që më fatës dhe familjarë. Po, ishte në sida që ishte një abdëve të Ishte një abdëve pak. Ishte në sida, krejtë ashtë. Që në bëhe kave se shkajgjë. Na kemi pas për që s'kishtë në dhe ditë pasë. 346,50, shumë për që shkullë. Totala? 340 gjysë, 348. 340. Total. Për dyrit para ti kitë 184 euro, dhe më 42 euro. Pse është kjo dallim? Se shumë. Shumë t'i gjoni shesin, shumë probleme. Kam provuar edhe në të paktën 3 banatore në PE me i gjetë të produkte, por nuk kemi arrit me i blej për shkak se nuk i kanë. Kam udhëtuar për në Prishtinë dhe afër QKUK-s kam provuar me i gjetë të pajisje. Oferta që kam marrë prej njërit prej pronarëve të barnatoreve është se pajisje sigurohen me më pak se 250 euro, apo 300 euro më lirë se sa barnatoria në PE. Na ta lani kontakt për çdo rast, veç mund ma çoj mas në Viber unë e vi. Po shkruaj, ha. Ma mujte me pyet. Po, do të thotë firma është e njëjtë. Për çme ma mujte me pyet, mos ka naj negociim pak ma lirë diçka. Me të kalë të drejtë në vëtërës me kalë free. Dëmo, sa totali për bjen? Janë ato. 245, 245, 245. 245. 240 e verita. 240 e fundit. Hajde faleminderit shumë. Jam kthyer në PE për me marrë një shpjegim prej barnatorës. Përfaqësuesi i saj më ka thënë se ai nuk ka fituar në këtë transakcion. Madje, ai ka ofruar një çmim të furnizimit për këto pajisje, por na ka kërkuar që mos me tregu se kush është furnizuesi. Ta dëgjojmë bisedën. Fjala është për disa pajisje për prostat. Ai ka pagu të jo një shumë prej 548 euro e gjysmë. Nuk jam pajisje, të gjitha pajisjet, çka kanë qenë të shkruar ato, i kemi edhe faturat, sepse ka pacienti ka marrë edhe faturat pastaj të jo. Ka dëshmi që ka diku ma lirë. Po ne kemi gjetë në Prishtinë me 240 të njëjtat. Unë e kom fakturët të furnizimit i kom 420 euro. Dhe o tonë 10% marë si kam. Që shumë mund të ato 220 euro në Prishtinë, në PE, furnizimit 420. Na kemi shku pikërisht me verifiku këtë informacion, jemi shku në disa barnatore, nuk janë të gjitha barnatore të furnizune me ato pajisje, mirë po njëna për tyre është interesu. A të me pa qmimin e furnizimit? Me tonë drejtë, nëse ju jeni të pajtimit, kishim marrë dhe kishim zhvillua dhe na kishim shpjegu në intervistë. Se kjo është punë, se kjo punë dhe mu ligjim brona, vëdhem si këndër ligjit jetë më tira, jetë më të qmimet. Si kjo pajisje nuk është pra bari, po sinceritetet, mi sa kalzu fakturën e furnizimit. Po patjetër, patjetër mund është ma dërgu në këtë numër faturën. Era më bajtar, sa në zgudrej me qitë dërgu tona këtë kompani, po leje me qena. 5 euro është njona, 205 euro është tjeta. Dhe më tonë 420 euro e më taj, që ato pajisje për prostat. Dhe më tonë 10% më kom marra, që në këtu kom drejt me shu që atu, që s'më
më ndalën ligji me. Gjithashtu aty në një letër të bardhë është rekomandu barnatoria juaj nga stafi i spitalit. Ju a i njihni ata pse ju rekomandojnë juve për me ble? Ju keni. Po ata e din që vetëm të ju ka, apo? Ja, se dia janë vetëm të ju, po unë kom gjetë, kom përësit, kanë gjetë litë, normalit të kom gjetë një gati, ka uzan që shtuki, që aty ki, shtuki. Po ata stafi mjekësor për i rekomandojnë pacientët ku me i bletë. Po i thonë shkoni të... Po diçka keqe, po thonë, nëse aje i thotë qëre ki qenë që tu më sëmë. A mundeni për krejt të me në dhonë një intervist, me në shpjegu edhe vim atje me kamerë? Jo, falenderit. Aty një zëtur që këmash për këto punë në shtatë të këja, shkanin atë kë. I thëmë një atë kë shkanin që të banatore se për në rrej, për qimive dhe ata vini verifikoj. Atem për këto punë në shtatë të këja, keni jo? Jo, na veç e trajtojmë një ankes një pacienti, pas ta i verifikojmë, e kemi obligim ju thirë, që shë thirë atash. Pra shikues të ndëruar, ky hulumtim na tregon që disa minuta para operacionit, qytetari PS me rozim që për të kryer një operacion kirurgjik, duhet të blihen barnat në një barnatore specifike. E para që duhet të trajtohet është pse krejt ndërmarrja e operacionit është planifiku pa i pas pajisjet, dhe e dyta, pse familjes i është dhënë kaq pak kohë. Spitali PS nuk na ka dënjësu me na dhënë një intervistë për këtë problem. Me një përgjigje me shkrim, ata kanë thënë se mungesa materialeve lidhet me çështjet e prokurimit publik. Ta dëgjojmë përgjigjen e spitalit dhe menaxhmentit të PS. I nderuar zotri Valon Fana, lidhur me interesimin tuaj për procedurën e prokurimit me titull furnizim e elemente endoskopike, ju njoftojmë se kërkesa për inicimin e kësaj procedure është paraqitur më 29 dhjetor 2025 nga doktor Blerim Selmanaj, shefi i repartit të urologjisë, me një vlerë të planifikuar buxhetore prej 6.000 euro. Në kërkesë janë përfshirë 8 artikuj të materialeve të ndryshme endoskopike. Vlera planifikuar është përcaktuar nga njësia kërkuese duke u bazuar në çmimet e tregut. Në përshkrimin teknik janë përmendur edhe emrat e pajisjeve përkatëse, pasi që kur prokurohen materiale për pajisje ekzistuese, është e nevojshme të identifikohet pajisja për të cilën kërkohen materialet, me qëllim të sigurimit të përputhshmërisë teknike dhe funksionale. Pas inicimit të procedurës, njoftimi për kontratë është publikuar më 23 mars 2026, ndërsa hapja ofertave është zhvilluar më 3 prill 2026. Gjatë kësaj procedure është pranuar vetëm një ofertë nga operatori ekonomik Flamur Jusufi BI. Vlera parashikuar e kontratës ka qenë 6.000 euro, ndërsa oferta e operatorit ekonomik ka qenë në vlerë prej 12.000 euro, përkatësisht rreth 100% më e lartë se vlera planifikuar. Për shkak se oferta e vetme e pranuar i kalon të ndjeshëm fondet e planifikuara dhe mjetet e disponueshme për këtë procedurë, autoriteti kontraktues nuk ka pasur bazë financiare për vazhdimin e procedurës dhe dhënien e kontratës. Për këtë arsye, procedura është anuluar dhe njoftimi për anulim është publikuar më 14 maj 2026 në përputhje me dispozitat e ligjit për prokurimin publik. Pas analizimit të kërkesës nga shefi i repartit të urologjisë, është përgatitur një kërkesë e re e protokolluar më 19 qershor 2026 me titull Kërkesë për furnizim me pjesë këmbimi dhe materiale shpenzuese për shërbimin e urologjisë. Kjo kërkesë përmban 9 pozicione sipas specifikimeve teknike të bashkangjitura dhe është planifikuar me një vlerë buxhetore prej 8.670 euro. Pas protokollimit, kërkesa është përcjell në zyrën e prokurimit të spitalit për zhvillimin e procedurës së prokurimit. Nga kjo fazë tutje, përgatitja e dosjes së tenderit, publikimi i njoftimit për kontratë, zhvillimi i procedurës, administrimi i afateve ligjore dhe të gjitha veprimet e tjera procedurale janë përgjegjësi e zyrtarit përgjegjës të prokurimit në përputhje me legjislacionin në fuqi. I nderuar, sipas evidencave të banatorës qendrore të spitalit të përgjithshëm në Pej, produktet AST Turp Electrode Single Step, Ball Electrode Single Step dhe kateter perfuziv 3 Wade 22 nuk janë pjesë e listës esenciale të banave dhe materialeve shpenzuese. Rrjedhimisht, spitali nuk është furnizuar me këto produkte. Për produktin Manitol Sorbitol Biursol Inspirol Bag 3 litra, furnizimi i fundit në banatorën qendrore është realizuar më 21 shkurt 2024, ndërsa furnizimi i fundit për repartin e urologjisë më 28 prill 2025. Pas kësaj periudhe nuk ka pasur furnizim për shkak të mungesës së kontratës aktive nga niveli qendror. Për produktet AST Turp Electrode Single Step, Ball Electrode Single Step dhe kateter perfuziv 3 Way 22, spitali nuk ka pasur kontratë aktive furnizime. Për produktin Manitol Sorbitol Biursol Inspirol Bag 3 litra, nuk ka pasur kontratë aktive të furnizimit nga SHSKUK. Procedura e prokurimit të centralizuar administrohet nga SHSKUK.
Spitali i Përgjithshëm në Pej nuk ka zhvilluar korrespondencë të veçantë me SSKUK-n apo Ministrinë e Shëndetësisë lidhur me këto produkte. Për produktin Manitol, Sorbitol, Biorisol, Inspirol, Bag 3 litra, spitali ka qenë informuar se nuk ka pasur kontratë valide të SSKUK-s me operator ekonomik për furnizim. Për rrjedhoj, nuk disponojmë korrespondencë zyrtare për këtë çështje. Spitali i Përgjithshëm në Pej nuk ka politikë apo praktikë institucionale që autorizon orientimin e pacientëve drejt operatorëve ekonomik privat për furnizim me barna apo materiale shpenzuese. Pavarësisht sfidave në furnizim me materiale të caktuara, Spitali i Përgjithshëm në Pej mbetet i përkushtuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe trajtimin profesional të pacientëve. Kemi shku edhe tek shërbimi spitalor klinik universitar SSKUK për me kuptu e para, pse nuk është furnizu peja me këtu pajisje, dhe e dyta, a lejohet një skemë e tillë. Edhe në SSKUK, përgjigjet janë zyrtare, të formuara me email, jo me letër siç ndodhi në pej me recetën. Lidhur me shkresën tuaj, ju njoftojmë se produktet në fjalë nuk janë pjesë e listës esenciale të materialit shpenzues, ndërsa furnizimi me këto produkte realizohet bazuar në kërkesat dhe nevojat e klinikës. Lidhur me rastin e Spitalit të Përgjithshëm Pej, bazuar në sqarimin zyrtar të këtij institucioni, për produktet në fjalë aktualisht nuk ka kontratë aktive të furnizimit, pasi procedura më pashme e prokurimit është anuluar për shkak se oferta e vetme e pranuar ka tejkaluar vlerën e planifikuar të kontratës. Më pas është bërë rivlerësimi i nevojave ku është përgatitur kërkesa e re për furnizim, e cila aktualisht është në procedurë tenderime. Ndërsa sa i përket produktit Manitol, Sorbitol, Biorisol, Inspirol, Bag 3 litra, i cili është pjesë e listës esenciale të barnave, ju njoftojmë se SSKUK posedon kontratë aktive të furnizimit dhe furnizimi me këtë produkt pritet të realizohet në afatin më të shkurtër të mundshëm për të gjitha njësitë e SSKUK-s. Jo dhe shoqata juaj i mbruni dhe i promovoni të drejtat e pacientëve. Aktualisht, a ka mungesë të barnave, pajisjeve mjekësore në për spitalet publike? Pra sa po pranoni ankesa sa i përket barnave edhe apo detyrohet pacienti me dalë me ble? Ankesat janë të ndryshme dhe këtu hyn edhe mungesa barnave, hyn edhe mungesa e pajisjeve që ata profesionistë shëndetësor i përdorin për trajtim, apo edhe e pajisjeve për diagnostik. Më thonë, pacientat nuk marrin shërbime të caktume në diagnostik, dhe më thonë, nuk mundin me bërë disa analiza që kërkojnë profesionistë shëndetësor, nuk mundin me marrë një trajtim, për shembull një operacion, kemi ankesat të tipit ku në kirurgji, për shembull, nuk mund të bëhet një operacion për shkak të mungesës së materialit, qofshin ata penja, po në ortopedi janë ato materialet ortopedike që i përdorin që i detyrojnë pacientët me i blenë në privat. Domethënë, janë të natyrave të ndryshme dhe këto janë problem. Një doktor a mundet me ja përshkru pacientit që ka dohet me blenë në një flet bardh, pa një logo, a quhet ajo recetë? Nga praktika, se shesh në këto raste, a ndodhin shpesh? Realisht po, ne kemi pranuar dhe ankesat e tilla dhe këto ankesa i kemi adresuar te institucionet shëndetësore dhe jo, kjo nuk është praktikë e mirë, nuk është praktikë ligjore. Këto ankesa janë pas adresimit janë zgjidhur në disa institucione për shkak se janë marrë masa në ato institucione dhe kanë provuar me i shënu barnat dhe materialin e nevojshëm në receta mandej të cilat janë monitoruar dhe janë përcjellë për me ditë se sa ka ble pacienti. Mirë po, unë thash, mundësin do të me latë zero për me dalë me ble pacienti. Dhe një shqetësim tjetër që e kemi ne kur barë të fokusin në një material ose në një barë me emër specifik, në linë dyshimi që mundet me pas edhe manipulimin e to. Ne kemi trajtu një rast i cili flet për një pacient në Pej i cili është rekomandu nga stafi mjekësor me shku me i ble barnat në një barnatore specifike. A guxon kjo me ndodhë në praktikë? Normalisht jo. Normalisht jo, dhe më thonë nëse një bar, normalisht nëse një bar mungon, nëse një pajisje mungon, ajo do të adresohet në instancë më të larta, për shembull në këtë rast nëse është spitali, ato do të me adresu në SSKUK. Për me ble privat duhet me shku patjetër me recete dhe mu përcjell kjo. Sidoqoftë bara e pacientit ka me qenë njëjtë, mirë po mundësia për me manipulu me këta pacientë dhe me këto barna është shumë e madhe.
Në këso situata, çfarë veprime do të me marë, qoftë menaxhmenti një spitali publik, qoftë SHSKUK-ja? Një prej arsyeve pse ne tentojmë të bëjmë shumë matje prej pacientave lidhur me eksperiencat që ata i kanë në institucionet shëndetësore është pikërisht kjo për me identifiku faktorë që ndikojnë performancën, në këtë rast për me identifiku probleme që ata i hasin në institucion. Ka probleme që janë institucionale dhe ka probleme që janë individuale. Nëse në këtë rast profesionisti shëndetësor është ai i cili përsërit rastet e tilla, do të më marr masa ndaj atij profesionisti shëndetësor, do të shqyrtohet në komisionin etik profesionisti i cili e përsërit veprën e tillë. Ndërsa nëse një rast i tillë ndodh në gjithë institucionin, atëherë do të merren masa institucionale, do të shiqohet sistemi i funksionimit të atij institucioni. Pra, kjo është praktika që nuk do të mund ndjek për profesionistëve shëndetësorë. Absolutisht, kjo është vepër penale. E keqja është që ende kemi pacientë, ende kemi familje të cilët janë zhytur në varfëri duke shit këtë pasurinë për me ble barën ose trajtim, me kërku trajtim për antarin e familjes. Ende ka pacientë të cilët nuk marrin trajtimin pikërisht për shkak që s'kan mundësi me ofru me ble atë trajtim. Shikues të nderuar, ishte ky një denoncim i radhës për skemat e shitjes së barnave në Kosovë. Ju vazhdoni me na shkruaj në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, shëndet mbeteshi.